Pjesa e parë. Rrjeti i traumës familjare. Kapitulli 1. Traumat e humbura dhe traumat e gjetura. E kaluara nuk ka vdekur kurrë. Ajo nuk është as e kaluar. William Faulkner. Një nga tiparet më të zakonshme dhe më të njohura të traumës është vështirësia për ta shprehur me fjalë atë që kemi përjetuar. Shpesh nuk humbasim vetëm fjalët, por humbasim edhe lidhjet me kujtimet tona. Pra, kujtesa jon çrregullohet. Gjatë një ngjarje traumatike, proceset tona mendore, mendimet tona, shpërndahen dhe çrregullohen në atë mënyrë sa që ne nuk i njohim më kujtimet tona si pjesë të një ngjarje konkrete, edhe nuk arrim që të lidhim si pjesë e një përvoje të plotë. Në vend të kujtimeve të qarta, mbeten vetëm fragmente, copa të shpërndara, imazhe, ndjesi trupore apo fjalë të izoluara, të cilat ruhen në pavetëdijen tonë. Edhe më vonë, këto fragmente mund të aktivizohen nga diçka që edhe nga larg na kujton traumën origjinale. Kur ndodh kjo, është sikur shtypet një buton i padukshëm dhe ne rikthehemi pas në kohë. Rikthehemi duke përjetuar dhimbjen në jetën tonë të përditshme. Në mënyrë të pandërgjeshme, ne mund ta gjejmë veten duke reaguar ndaj njerëzve, ngjarjeve ose situatave të caktuara në mënyra të vjetra, por të njohura, që në fakt janë jehona e së kaluarës sonë. Dhe pikërisht këto përsëritje janë shenja dhe ftesa që na çojnë drejt shërimit. Freud e identifikoi këtë model më shumë se sa 100 vjet më parë. Rishfaqja traumatike ose detyrimi i përsëritjes, ashtu siç e quajti Freudi, është një përpjekje pavetëdijshme për të rikthyer atë që ka mbetur e pazgjidhur, me shpresën dhe me dëshirën e fshehtë se kësaj here do të mund të përballojmë dhe ta kuptojmë më mirë. Ky mekanizëm i brendshëm shpesh shfaqet në mënyrë të pavetëdijshme përmes përjetimit dhe rikthimit të ngjarjeve të së kaluarës. Pikërisht ky proces mund të jetë një nga arsyet pse traumat e pazgjidhura që nuk janë shëruar plotësisht tek një brez mund të përsëriten dhe të transmetohen tek brezat që vinë, duke u bërë pjesë e historisë së tyre emocionale. Kjo nevojë e brendshme shpesh na çon të rjetojmë në forma të ndryshme ngjarjet e së kaluarës. Carl Jung, bashkosi i Freudit, besonte se ajo që mbetet në pavetëdije, pra e pavetëdijshmja, nuk zhduket kurrë. Dhe jo vetëm kaq. Ajo rishfaqet në jetën tonë si fat ose si përsëritje. Ai thoshte: çfarëdo që nuk bëhet e vetëdijshme, do ta përjetojmë si fat. Me fjalë të tjera, ne do të vazhdojmë të përsërisim modelet tona të pavetëdijshme të së shkuarës derisa t'i sjellim ato në dritën e ndërgjegjes, pra në dritën e vetëdijes. Si Jung, ashtu edhe Freud, vënë re një të vërtetë të thellë. Gjithçka që është tepër e vështirë për t'u përballur, nuk zhduket vetvetiu. Ajo nuk spehet, por mbetet e gjallë në pavetëdijen tonë. Mbetet aty duke pritur momenti që të shfaqet. Ata vëzhguan se fragmentet të bllokuara më parë, përvojat jetësore të shtypura apo të ndrydhura, shpesh
riktheheshin në mënyra të fshehta. Ato riktheheshin në fjalët, në xhestet e vogla të përditshme, apo dhe në sjelljet që përsëriteshin pa e kuptuar. Këtë gjë, ata e vunë re tek pacientët e tyre. Për dekada me radhë, terapistët kanë parë shenja të tilla si rrëshqitje të gjuhës, një ëndër të përsëritur, ose edhe një aksident në dukje rastësishëm, të cilat shërbenin si lajmëtar që të ndriçonin dritë në zonat e fshehura. Ato shërbenin si dritare të vogla që zbulojnë plagë të vjetra mbi zonat e fshehura thellë dhe të papërshkrueshme të jetës së klientëve të tyre. Dhe jo vetëm kaq, por ato mund të jenë edhe brenda secilit prej nesh, duke na kujtuar se ka diçka të papërpunuar që ende po kërkon vëmendje. Sot, fal përparimeve në shkencë, dim akoma më shumë. Studimet tregojnë se gjatë një traume, truri ynë ndryshon funksionimin. Qendra e të folurit hesht, edhe pjesa që na ndihmon të jemi të pranishëm në moment, mbyllet. Psikiatri holandez Bessel van der Kolk, i njohur për kërkimet mbi stresin post-traumatik, shpjegon se kjo është arsyeja se pse trauma shpesh përjetohet si terror pa fjalë. Përjetohet si një gjendje ku nuk arrim ta shprehim me fjalë atë që ndjejmë, sepse trupi dhe mendja janë bllokuar nga frika. Edhe qendra e të folurit mbyllet. Ashtu si edhe korteksti medial paraballor, pjesa e trurit që është përgjegjëse për përjetimin e momentit aktual. Kur njerëzit rijetojnë përvojat e tyre traumatike, thot ai, lobet ballore dëmtohen dhe si rezultat, ata kanë vështirësi në të menduar dhe në të folur. Në ato qaste, nuk janë më në gjendje që të komunikojnë qartë as me veten e tyre dhe as me të tjerët për atë se çfarë po ndodh. Por edhe kur fjala mungon, trauma nuk hesh plotësisht. Ajo gjen mënyra të tjera për të shprehur. Fjalët, imazhet dhe impulset që shfaqen pas një ngjarje traumatike formojnë një gjuhë të fshehtë të vuajtjeve tona. Një gjuhë që e mbajmë brenda nesh dhe që kërkon të dëgjohet. Dhe pikërisht aty fillon edhe shërimi. Pikërisht atëherë kur i japim vetes hapësirë që të dëgjojmë atë që mendja e pavetëdijshme ka mbajtur për brenda kaq gjatë. Asgjë nuk është e humbur. Pjesët e shpirtit dhe të përvojës thjesht janë ridrejtuar. Psikoterapia moderne po shkon përtej traumave individuale. Ajo po e bën këtë duke përfshirë edhe ngjarje traumatike të historisë familjare dhe shoqërore, të cilat i vendos si pjesë të një tabloje më të gjerë që na formson të gjithëve. Tragjeditë, braktisja, vetvrasja, lufta apo humbja e hershme një fëmije, i një prindi, vëllai ose motre, nuk mbeten vetëm në kujtimin e atyre që i kanë përjetuar. Ato dërgojnë valë të padukshme shqetësimi nga njëri brez tek tjetri. Edhe këtë e bëjnë duke u shfaqur në trupat, emocionet dhe jetët tona edhe atëherë kur ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë. Studimet e fundit në biologjinë qelizore, neurobiologji, epigenetik dhe psikologjinë e zhvillimit tregojnë se për të kuptuar këtë modele që përsëriten, duhet të shohim akoma më thellë. Jo vetëm tek vetja, por tek të paktën 3 brezat e historisë son familjare. Edhe këtë duhet ta bëjmë
për të kuptuar mekanizmat që qëndrojnë pas modeleve të traumave dhe vuajtjeve që përsëriten. Pasi aty fshihen gjurmët e dhimbjes, por edhe çelësat e shërimit. Historia e mëposhtme e Jessit është një shembull i gjallë i kësaj lidhje të padukshme. Kur e takova për herë të parë, ai për më shumë se një vit nuk kishte fjetur asnjë natë të plotë. Pagjumësia i dukej qartë në hijet e errta që i kishte lënë rreth syve. Por ajo që binte më shumë në sy ishte boshllëku i shikimit të tij. Një boshllëk që tregonte se brenda tij jehonte e fshehur thellë një histori e pashprehur. Edhe pse ishte 20 vjeç, ai dukej sikur mbante mbi vete peshën e një jete të tërë. Dukej 10 vjet më i madh nga mosha e tij reale. Kur ul në divan, trupi i tij u zhyt thellë, sikur këmbët e tij nuk po mund të përballonin më peshën e atij shpirti të lodhur. Jesse nuk ishte thjesht një djalë i ri me pagjumësi. Ai mbante brenda vetes histori që nuk ishin vetëm të tijat. Ai mbante brenda vetes dhimbje të trashëguara, të pashprehura, të cilat po kërkonin hapësirë për t'u parë, për t'u dëgjuar, dhe kjo është ajo që shpesh ndodh dhe me ne. Mbajnë plagët e të tjerëve derisa vendosim t'u japim zë për të çliruar veten dhe brezat që të vinë. Jesse më rrëfeu se dikur kishte qenë një atlet i shkëlqyer, një student shëmbullor, një djalë me ëndra të mëdha dhe me një të ardhme që dukej e sigurt. Por pagjumësia e vazhdueshme kishte nisur dal nga dal ta shtynte atë drejt një spirali të errët, duke e zhytur në depresion dhe dëshpërim. Hap pas hapi, jeta e tij filloi të rënohej. U detyrua të linte kolegjin, edhe me të humbi edhe bursën e bejsbollit, për të cilën ai kishte sakrifikuar gjithçka. Dhimbja në zërin e tij tregonte jo vetëm humbjen e një mundësie, por edhe humbjen e një pjese të vetes. Në përpjekjet e tij për të gjetur ndihmë dhe për të rikthyer jetën në rrugën e duhur, Jesse vetëm gjatë një viti kishte shkuar tek 3 mjek, 2 psikolog, një klinik gjumi, dhe madje dhe tek një mjek natyral. Pra, siç më tha me një ton monoton, asnjëri prej tyre nuk kishte mundur t'i jepte ndonjë shpjegim apo ndonjë ndihmë konkrete që po e kërkonte me aq dëshpërim. Ndërsa fliste, sytë e tij rrëshqisnin vazhdimisht drejt dyshemes, sikur nuk guxonin të takonin shikimin tim. Në fund, me një zë të ulët dhe të thyer, ai pranoi. Ishte i pashpresë. Ishte në fund të litarit. Ishte i lodhur, i humbur, i ngarkuar edhe i pambrojtur përballë një dhimbje dhe një peshe që trupi dhe shpirti i tij nuk mund ta mbanin më. Kur e pyeta Jessin nëse kishte ndonjë ide se çfarë mund ta kishte shkaktuar pagjumësinë e tij, ai tundi kokën me hutim. Deri atëherë, gjumi gjithmonë kishte ardhur lehtësisht. Por gjithçka ndryshoi një natë, pak pas ditëlindjes së tij të 19. Ai u zgjua papritur në orën 3:30 të mëngjesit. U zgjua duke u dridhur i tëri. Ishte i ftohtë dhe nuk mund të ngrohej pavarësisht se çfarë provonte, sado që batanie të shtonte mbi trup. 3 orë më vonë, ai ende ishte zgjuar. Edhe pagjumësia u kthye në të përnaçme. Edhe pse mendja i thoshte se frika ishte e paarsyeshme, ai ndjehej i pafuqishëm.
jo vetëm që ndjente lodhje edhe të ftohtë, por mbi të gjitha e pushtoi një frikë e çuditshme. Një frikë që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Një frikë e pashpjegueshme. Një frikë e huaj për të. E huaj, por aq e fortë sa ishte i bindur se diçka e tmerrshme do të ndodhte nëse e linte veten që të flinte. Nëse fle, nuk do të zgjohem kurrë, kujtonte ai. Sa herë që ndjente trupin duke u dorëzuar gjumit, kjo frikë, ky panik e zgjonte menjëherë. Kjo gjë u përsërit natën tjetër, edhe natën pas saj, edhe netët pasuan njëra tjetrën. Së shpejti, pagjumësia u bë një betejë e përnaçme. Edhe pse e dinte se frika ishte e parsyeshme, ai ndjej krejtësisht i pafuqishëm për t'i bërë ballë. E dëgjova me vëmendje teksa Jesse fliste. Ajo që më tërhoqi vëmendjen ishte një detaj i pazakontë. Ai, pak para episodit të parë, e përshkruante veten si të ngrirë. Fillova ta eksploroja këtë me të. Dhe kjo më shtyu ta pyes nëse kishte ndodhur ndonjë histori, ndonjë tragjedi, apo kishte ndonjë traumë në familjen e tij që lidhej me të ftohtin, me gjumin, apo me moshën 19 vjeç. Atëherë doli në sipërfaqe një sekret i fshehur për dekada. Jesse tregoi se vetëm së fundmi, nëna e tij i kishte treguar diçka që ai nuk e kishte ditur kurrë. Babai i tij kishte pasur një vëlla më të madh, një xhaxha të quajtur Colin, për të cilin familja nuk ishte folur kurrë. Colini kishte vdekur tragjikisht në moshën 19 vjeçare, duke ngrirë deri në vdekje gjatë një stuhie të acartë në veri të Yellowknife në Kanadan Veriore, teksa kontrollonte linjat e energjisë elektrike në territorit veri-perëndimore të Kanadas. Gjurmët në dëbor tregonin përpjekjet e tij për të qëndruar në këmbë, derisa më në fund kishte rënë pa ndjenja, pasi kishte humbur vetëdijen nga hipotermia. Vdekja dhe humbja e tij ishte aq e dhimbshme për familjen sa emri i tij nuk u përmend më kurrë. Por dhimbja e heshtur nuk u zhduk. Pikërisht tani, 3 dekada më vonë, ajo dhimbje kishte gjetur një mënyrë tjetër për të dalë në dritë. Dhe këtë e kishte bërë përmes trupit dhe përvojës së Jessit. Jesse po e rijetonte në mënyrë të pandërgjeshme aspektin më të tmerrshëm të përvojës së Colinit. Terrorin e humbjes së vetëdijes. Në simptomat e Jessit, pagjumësia, frika nga humbja e vetëdijes, ankthi, depresioni, mpirja, mangthe, mendime të frikshme, gjendje të përhershme tensioni, të gjitha ishin shenja të një kujtese të pashprehur, të një traume të trashëguar që kërkonte të njihej. Për xhaxhain e tij Colin, lëshimi i vetëdijes do të thoshte vdekje. Për Jessin, gjumi, që e ndërlidhte përjetësisht me atë histori, ndihej si e njëjta gjë, si i njëjti rrezik. Krijimi i lidhjes ishte një pikë kthese për Jessin. Deri atëherë, pagjumësia dukej si një armik i pashpjegueshëm. Por, kur kuptoi se pagjumësia dhe frika e tij e kishin origjinën në një ngjarje të ndodhur 30 vjet më parë, gjithçka mori kuptim. Për herë të parë, ai pati një shpjegim për netët e gjata pa gjumë, për terrorin e pashpjegueshëm që e shoqëronte sa herë që mbyllte sytë. Me këtë njohje, me këtë ndërgjegjësim, procesi i shërimit më në fund mund të fillonte.
gjatë punës son, me këtë ndërgjegjësim, Jesse mësoi mjete dhe strategji që do të përshkruhen më vonë në këtë libër. Ato e ndihmuan të shkëputej nga trauma që kishte trashëguar, nga një dhimbje që i përkiste xhaxhait të tij, të cilin ai nuk e kishte takuar kurrë, por terrorin e të cilit ai e mbante brenda në mënyrë të pandërgjeshme, sikur të ishte i tij. Me këtë çlirim, jo vetëm që u çlirua nga mjegulla e rëndë e pagjumësisë, por ai fitoi dhe një ndjenjë të re, më të thellë. Fitoi një lidhje me vetveten, me familjen dhe me historinë e tij, si me të tashmen, ashtu edhe me të shkuarën. Përvoja e tij është një shembull i gjallë. Ajo na kujton diçka thelbësore. Na kujton se traumat nuk zhduken vetëm sepse heshtim të flasim për to. Na kujton se si plagët që nuk njihen dhe nuk shërohen, gjejnë një rrugë për t'u shfaqur. Në një përpjekje për të shpjeguar histori të tilla, shkencëtarët sot kanë arritur të identifikojnë shënues biologjik. Dëshmi që tregojnë se traumat jo vetëm që ndikojnë tek individi, por edhe që ato kalojnë nga njëri brez në tjetrin. Shkencëtarët sot kanë filluar të zbulojnë mënyrat e fshehta me të cilat traumat mbarten mes brezave. Nuk bëhet fjalë vetëm për kujtime apo rrëfime të dhimbshme, por edhe për gjurmë biologjike të gjetura në trupin tonë. Një nga pioneret më të mëdha në këtë fushë është Rachel Yehuda, profesoresh e psikiatrisë dhe neuroshkencës në shkollën mjekësore Mount Sinai në New York, dhe është një nga ekspertet kryesore botërore për çrregullimin e stresit post-traumatik. Në studimet e saj, sidomos mbi të mbijetuarit e Holokaustit dhe fëmijët e tyre, për dekada me radhë, ajo ka studiuar dhe ka analizuar me kujdes funksionimin e trurit dhe rolin e kortizolit, hormonit të stresit që zakonisht ndihmon trupin të rikthehet në ekuilibër pas një traume. Zbulimet e saj kanë revolucionuar dhe kanë ndryshuar rrënjësisht në të gjithë botën mënyrën se si e kuptojmë dhe se si e trajtojmë çrregullimin e stresit post-traumatik. Ajo vuri re se njerëzit me këtë çrregullim shpesh e përjetojnë traumën sikur të ishte duke ndodhur tani, edhe pse ngjarja ka mbetur pas në kohë. Pra, ata përjetojnë rikthime emocionale dhe trupore të traumës, sikur po ndodh përsëri në të tashmen. Simptomat më të shpeshta përfshin depresionin, ankthin, mpirjen emocionale, pagjumësinë, mangthet, mendimet e frikshme dhe një gjendje të vazhdueshme alarmi ose tensioni. Çfarë është edhe më e habitshme dhe që tronditi komunitetin shkencor ishte një tjetër zbulim. Yehuda dhe ekipi i saj zbuluan se fëmijët e të mbijetuarve të Holokaustit, edhe pa e përjetuar vetë traumën, kishin lidhur me nivele të ulta kortizoli, të njëjta me ato të prindërve të tyre. Ky fakt i predispozonte dhe i bënte ata më të ndjeshëm që të përjetonin simptomat e ngjashme të çrregullimit të stresit post-traumatik, duke reflektuar dhe duke bartur brenda tyre një kujtim biologjik dhe një vuajtje të brezave të mëparshme, edhe pa qenë të ekspozuar vetë ndaj traumës. Ky zbulim ishte i diskutueshëm dhe shkoi kundër nocionit të vjetër, sepse për një kohë të gjatë besohej se stresi lidhej gjithmonë me nivelet e larta të kortizolit. Megjithatë, Yehuda tregoi se në rastet e çrregullimit të stresit post-traumatik kronik ndodhe kundërta.
prodhimi i kortizolit shpesh shtypet. Ky mekanizëm lë gjurmë të matshme jo vetëm tek të mbijetuarit, por edhe tek fëmijët e tyre. Rachel Yehuda vazhdoi të thellonte kërkimet e saj. Dhe ajo zbuloi se nivelet të ngjashme të ulta të kortizolit gjendeshin jo vetëm tek fëmijët e të mbijetuarve të Holokaustit, por ato gjendeshin edhe tek veteranët e luftës, tek nënat shtatzan që zhvilluan stresin post-traumatik pas sulmeve të qendrës botërore të tregtisë, si edhe tek fëmijët e tyre. Në studimet e saj, ajo vri re një fakt rënditës. Të mbijetuarit prodhonin më pak kortizol, edhe ky model biologjik mund të transmetohej fëmijëve të tyre dhe brezave pasardhës. Përveç kësaj, Yehuda thekson se disa çrregullime të tjera psikiatrike të lidhura me stresin, përfshirë çrregullimin e stresit post-traumatik dhe sindromën e dhimbjes dhe të lodhjes kronike, lidhen gjithashtu me nivelet të ulta të kortizolit në gjak. Një tjetër e dhënë shqetësuese, por e rëndësishme për të ditur, është se 50 deri në 70% e pacientëve me çrregullime të stresit post-traumatik plotësojnë kriteret diagnostikuese dhe njëkohësisht vuajnë nga një depresion i madh ose një tjetër çrregullim humori apo ankthi. Kjo na e bën edhe më të qartë dhe na tregon se trauma nuk shfaqet vetëm me një simptom të vetme. Pra, nuk është një plagë e vetme. Ajo prek shumë aspekte të jetës emocionale dhe psikologjike të individit. Ajo është një rrjet i tërë dhimbjesh që ndikon në mendime, ndjenja dhe në marrëdhëniet tona të përditshme, si edhe deporton duke u përhapur gjerë dhe thellë. Hulumtimet e Yehudës kanë zbuluar edhe tregojnë edhe një tjetër të vërtet të fuqishme. Nëse njëri nga prindrit tanë ka pasur çrregullimin e stresit post-traumatik, ne kemi 3 herë më shumë gjasa që të zhvillojmë dhe të përjetojmë vetë simptoma të ngjashme si të prindërve tanë, të cilët e kanë pasur këtë çrregullim. Dhe si pasojë, rritet edhe rreziku për të përjetuar depresion apo ankth. Sipas saj, ky lloj çrregullimi i stresit post-traumatik nuk është vetëm rezultat i ekspozimit ndaj historive të prindërve tanë, por shpesh është i trashëguar biologjikisht. Është i gdhëndur në mënyrën se si trupi dhe sistemi ynë nervor reagojnë ndaj stresit. Kjo nuk ndodh vetëm sepse kemi dëgjuar historinë e tyre, por sepse trupi ynë, biologjia jon, e mban brenda vetes gjurmën e asaj që ata kanë përjetuar. Në këtë mënyrë, ne shpesh mbajmë dhimbje që nuk janë vetëm tonat, por janë dhimbje të trashëguara, të pashpjeguara që vazhdojnë të jetojnë brenda nesh. Ky kuptim nuk është për të na friksuar, por për të na dhënë shpresë, sepse ajo që njihet mund të shërohet. Dhe duke parë më thellë, jo vetëm në jetën tonë, por edhe në historinë e familjes sonë, ne mund të fillojmë të çlirohemi nga barrët të cilat i kemi mbajtur pa e ditur. Yehuda ishte nga të parat që tregoi qartë se pasardhësit e të mbijetuarve të traumës mund të mbartin simptoma fizike dhe emocionale të asaj traume, edhe pse vetë nuk e kanë përjetuar drejt për së drejti. Dhe ky ishte edhe rasti i Gretchen. Për vite me radhë, kishte ndjekur seanca terapie individuale dhe në grup,
dhe kishte provuar metoda të ndryshme psikoterapike për të lehtësuar efektet e stresit dhe gjendjen e saj. Por, pavarësisht përpjekjeve të shumta dhe shpresës së saj për përmirësimin, simptomat e depresionit dhe të ankthit mbetën të pandryshuara. Gretchen ishte shtruar disa herë në një spital psikiatrik, ku u diagnostifikua si bipolare me një çrregullim të rënd ankthi. Gretchen më tha se nuk donte më që të jetonte. Për aq kohë sa ajo mund të mbante mend, kishte luftuar me emocione kaq intensive sa mezi arrinte t'i përballonte valët e tyre që përshkronin trupin e saj. Gjatë kohës që ishte shtruar në spital, mjekimi i solli vetëm një lehtësim të lehtë, por kurrë nuk arriti të largojë dëshirat e fuqishme vetvrasëse që jetonin brenda saj. Si adoleshente, ajo vetë lëndohej duke djegur veten me fundin e ndezur të një cigareje. Tani, në moshën 39 vjeçare, Gretchen kishte arritur në kufijtë e saj. Depresioni dhe ankthi, tha ajo, e kishin penguar të martohej dhe të kishte fëmijë. Me një ton zëri çuditërisht të qetë, ajo më rrëfeu se po planifikonte të bënte vetvrasje përpara ditëlindjes së saj të ardhshme. Duke dëgjuar Gretchen, pata një ndjenjë të fortë se në historinë e saj familjare duhej të fshiheshin trauma të rëndësishme, të pashqyrtuara. Shpesh, pas fjalëve që një person përdor, fshihen gjurmët e një historie më të thellë. Prandaj, në raste të tilla, besoj se është thelbësore që t'i kushtojmë vëmendje jo vetëm asaj që klienti thot hapur, por edhe toneve, nuancave dhe simboleve që dalin në tregimin e klientëve. Fjalët e thëna ndonjëherë edhe ato më të zakonshmet mund të mbartin gjurmë të një dhimbjeje të vjetër, të një kujtimi që nuk është përpunuar. Ato janë si dritare të vogla drejt traumës së fshehur që qëndron në themel të simptomave. Një dhimbje që kërkon të njihet, të dëgjohet dhe të shërohet. Ishte sikur diçka e padukshme, diçka më e thellë e mbante të bllokuar, duke sikur ajo të mbante brenda një dhimbje që nuk i përkiste plotësisht. Kur e pyeta Gretchen se si planifikonte të jepte fund jetës, ajo më pa në sy edhe më tha se do të avullohej. Për shumicën prej nesh, kjo mund të duket e pakuptueshme, por për të ishte një plan i menduar fjalë për fjalë. Të hidhej në një kazan çeliku të shkrirë në mullirin ku punonte vëllai i saj. Trupi im do të digjet brenda sekondave, më tha, duke më ngulur syt drejt për drejt. Dhe do të digjet edhe përpara se të arrijë në fund. Teksa e dëgjoja, e ndjeja se ky nuk ishte vetëm një plan i errët vetvrasjeje, por një shprehje e dhimbjes së saj më të thellë. Një dëshirë për t'u zhdukur, për t'u shpërbër, për t'u larguar nga barra e madhe e cila e mbante brenda. Në pamje të parë, nuk kishte asgjë në jetën e saj që ta shpjegonte plotësisht peshën emocionale që ajo mbante. Nuk kishte asnjë arsye të dukshme që ajo të ndiej kaq e rënduar. Por, hulumtimet dhe studimet e Jehudas, kërkimet e ngjashme në këtë fushë, na ndihmojnë të kuptojmë arsyen. Ato tregojnë se vuajtjet e saj mund të kishin rrënjë në trauma të pashëruara të brezave përpara saj. Trupi edhe mendja e saj
duke qartë që barti një kujtim të vjetër, një gjurmë që vinte nga diku tjetër, ndoshta dhe nga përvojat e një brezi përpara saj. Unë u trondita nga mungesa e emocioneve të Gretchen teksa fliste. Zëri i saj ishte i qetë, por i zbrazët ishte si të ishte shkëputur nga çdo ndjenjë që mund ta pushtonte. Kisha ndjesin se brenda e saj kishte një dhimbje të madhe, të fshehur thellë, të fshehur aq thellë sa ajo nuk mund ta lejonte të dilte në sipërfaqe. Në të njëjtën kohë, fjalët e saj, avullohem dhe digjem, nuk më ikën nga mendja. Ato më tronditën nga brenda si një dritare e vogël drejt traumës që ajo mbante. Më kujtuan përvojat e mëparshme me shumë fëmijë, me nipër dhe mbesa të familjeve të prekura nga Holokausti. Nga puna me ta, kisha mësuar të mos i nënvlerësoja fjalët që zgjidhnin dhe të mos i merrja si të rastësishme. Shpesh, ato fjalë, edhe kur duken të çuditshme ose të ftohta, mund të jenë pasqyra e historive të pashqiptueshme të dhimbjes së paraardhësve, të cilat mbartin gjurmët e traumës së trashëguar. E dija se nuk mund të detyroja atë të hapte dhimbjen e saj menjëherë. Kisha dëshirë që ajo vetë të më tregonte më shumë, sepse e ndjeja se aty, pas fjalëve të ftohta, fshihej një histori që kishte nevojë të dëgjohej. Prandaj, vendosa të zgjidhja t'i besoja fjalëve të saj si udhërrëfyes, me shpresën që ajo të hapte më shumë zemrën dhe të më tregonte historinë e saj. E pyeta Gretchen nëse ndonjë nga të afërmit e saj ishte hebre ose kishte qenë i përfshirë në Holokaust. Fillimisht, ajo nisi të thoshte jo, por më pas ndaloi. Një kujtim i erdhi ndërmend. Një histori për gjyshën e saj. Gjyshja kishte lindur në një familje hebreje në Poloni. Pas luftës, në vitin 1946, ajo kishte emigruar në Shtetet e Bashkuara. Ishte konvertuar në katolicizëm dhe ishte martuar me gjyshin e Gretchen. Por, pas këtij fillimi të ri, mbeti një e kaluar e errët dhe e pashlyer. Vetëm 2 vjet më parë, e gjithë familja e gjyshes së saj ishte vrarë në Auschwitz. Ata kishin humbur jetën në mënyrën më të tmerrshme. Ishin futur në dhomat e gazit, kishin thithur avuj helmues dhe më parë trupat e tyre ishin djegur në furrat e kampit. Fjalë për fjalë, ata ishin avulluar dhe djegur. Të njëjtat fjalë që Gretchen, pa e ditur historinë e plot, kishte përdorur për të përshkruar mënyrën se si ajo planifikonte të jepte fund jetës së saj. Askush në familjen e ngushtë të Gretchen nuk ishte folur ndonjëherë me gjyshën e saj për luftën, për fatin tragjik të vëllezërve, motrave apo prindërve të saj. Ashtu siç ndodh shpesh me trauma kaq ekstreme, tema ishte shmangur plotësisht. U hesht. U mbulua sikur duke mos folur, ajo dhimbje të mos ekzistonte. Gretchen dinte vetëm faktet bazë të historisë së saj familjare. Por asnjëherë nuk e kishte lidhur këtë të kaluar me ankthin dhe depresionin që po e përndiqnin. Për mua, lidhja ishte e qartë. Fjalët që ajo përdorte dhe emocionet që përshkruante nuk ishin thjesht të saja. Ato vinin nga gjyshja e saj dhe nga familjarët që kishin humbur jetën në një mënyrë aq të tmerrshme. Ndërsa ja shpjegova këtë, Gretchen më dëgjoi me vëmendje të thellë. Pash sytë e saj të zgjeroheshin
me një ngjyrë të lehtë që t'i ngjitej në faqe. Mund të ndjehej qartë se fjalët e mia i ran Jehon brenda. Për herë të parë në jetën e saj, ajo kishte një shpjegim për vuajtjen e vet. Një shpjegim që më në fund kishte kuptim. Për ta ndihmuar atë që të thellonte kuptimin e saj të ri, e ftova që të imagjinonte sikur të ishte në këpucët e gjyshes së saj. Për ta bërë këtë më të prekshme, vendosa një palë gjurmë gome prej shkume në tapetin në qendër të zyrës sime, për t'i përfaqësuar këpucët e gjyshes. I kërkova të imagjinonte dhe të ndjente atë që mund të kishte përjetuar gjyshja pas humbjes së të gjithë të dashurve të saj. Duke e çuar këtë ushtrim një hap më tej, e ftova dhe e pyeta nëse ajo mund të qëndronte fjalë për fjalë mbi gjurmët, nëse mund të qëndronte si të ishte gjyshja e saj, dhe të lejonte të ndjente ndjenjat e gjyshes që rritin në trupin e saj. Gretchen raportoi ndjesi të thella humbjeje dhe faj, ndjenja që janë të zakonshme tek të mbijetuarit. Ajo raportoi ndjesinë të qenit gjallë, ndërsa të dashurit e saj ishin vrarë. Gjithashtu përjetoi një ndjenjë të madhe pikëllimi, vetmie dhe izolimi, duke ndjerë thellësinë e dhimbjes që kishte bartur gjyshja e saj. Për të përpunuar tramën, shpesh është e dobishme që klientët të përjetojnë në mënyrë të drejtë për drejtë ndjenjat dhe ndjesitë që janë zhytur në trupin e tyre. Kur Gretchen ju afrua këtyre ndjesive, ajo e kuptoi se dëshira e saj për të asgjësuar veten ishte thellësisht e lidhur me humbjen e antarëve të familjes. Ajo, gjithashtu, kuptoi se kishte marrë përsipër disa element të dëshirës së gjyshes së saj për të vdekur. Një barr e trashëguar pa e ditur. Ndërsa Gretchen e përvetsoi këtë pa kuptim, duke parë historinë e familjes në një dritë të re, trupi i saj filloi të ndjente një lehtësim të papritur, të butë, por në të njëjtin kohë të fuqishëm. Ishte si të kishte hequr një peshk të rëndë nga shpatullat e saj, të kishte hequr një barr që nuk e kishte ditur se kishte mbajtur për vite me radhë. Ishte sikur diçka brenda saj, e mbështjell dhe e ngulfatur prej kohësh, tani mund të pushonte, mund të lirohej dhe të gjinte një hapësirë paqësore brenda vetes për të jetuar pa u mbërthyer nga e kaluara. Ashtu si me Jessin, pranimi i Gretchen se trauma e saj ishte e varrosur në historinë e pathënë të familjes, ishte vetëm hapi i parë në procesin e shërimit. Një mirëkuptim intelektual në vetvete rrallëherë mjafton për të sjellë një ndryshim afatgjatë. Shpesh, vetëdia duhet të shoqërohet nga një përvojë viscerale, një ndjesi e thellë që ndjehet në trup dhe në shpirt. Vetëm atëherë, shërimi mund të bëhet i plot, duke lejuar individin që të përjetojë, të përpunojë dhe të lirohet nga barrët e dhimbjeve të trashëguara. Ne do të eksplorojmë mënyrat se si shërimi mund të integrohet në mënyrë të plot, në mënyrë që plagët e gjeneratave të mëparshme të mund të çlirohen më në fund, dhe individët të gjejnë paqe të vërtetë brenda vetes. Një trashëgimi e papritur familjare. Një djalë mund të ketë këmbët e gjata të gjyshit të tij, dhe një vajzë mund të ketë hundën e nënës së saj. Por Jessi
kishte trashëguar frikën e xhaxhait të tij për të mos u zgjuar kurrë, ndërsa Gretchen mbante historinë e familjes brenda depresionit të saj. Brenda secilit prej tyre gjendeshin fragmente të traumave shumë të mëdha për të përpunuar lehtësisht. Kur antarët e familjes kanë përjetuar trauma të padurueshme ose kanë vuajtur me faj ose pikëllim të jashtëzakonshëm, ndjenjat mund të jenë ndërmuese dhe shpesh përshkallësohen përtej asaj që individi mund ta menaxhojë apo ta zgjidhë. Kjo është pjesë e natyrës njerëzore. Kur dhimbja është më e madhe, ne kemi prirën ta shmangim atë. Megjithatë, kur bllokojmë ndjenjat, në mënyrë të pavetëdijshme, pengojmë procesin e nevojitshëm të shërimit, proces që mund të na çojë drejt një çlirimi natyral. Trauma që kalon nga një brez në tjetrin mund të vazhdojë të ndjek jetën tonë derisa të kemi guximin që të përballemi me ndjenjat e fshehura dhe t'i përpunojmë ato në mënyrë të ndërgjegjshme. Ndonjëherë dhimbja zhytet aq thellë sa arrin të gjejë një rrugë për t'u shprehur ose për të kërkuar zgjidhje. Ky proces shpesh reflektohet tek brezat pasues dhe mund të shfaqen si simptoma të vështira për t'u shpjeguar. Për Jessin, dridhjet e pandërprera dhe i ftohti nuk u manifestuan deri në moshën kur xhaxhai i tij Colin kishte ndërruar jetë, duke ngrirë deri në vdekje. Për Gretchen, ankthi dhe dëshpërimi i gjyshes së saj, si dhe dëshirat për vetvrasje, ishin pjesë e jetës së saj që nga kujtesa më e hershme. Këto ndjenja u bën aq të përhershme dhe të integruara në përvojën e saj, saqë askush nuk e kuptoi se ato nuk e kishin origjinën tek vetë Gretchen, por ato ishin të trashëguara nga historia e familjes. Aktualisht, shoqëria jonë nuk ofron shumë mënyra për të mbështetur njerëz si Jessi dhe si Gretchen, të cilët mbajnë në vete mbetje të traumave të trashëguara familjare. Në mënyrë tipike, ato mund të konsultojnë me një mjek, psikolog ose psikiatër dhe të marrin medikamente, terapi ose ndonjë kombinim të dyjave. Por, megjithse këtë rrugë mund të sillin lehtësim të përkohshëm, ato shpesh herë nuk ofrojnë një zgjidhje të plotë. Natyrisht, jo të gjithë ne kemi trauma aq dramatike sa ato të Gretchen ose Jessit. Megjithatë, ngjarje të ndryshme, siç mund të jetë vdekja një foshnjeje, një fëmijë braktisur, humbja e shtëpisë ose edhe tërheqja e vëmendjes së nënës, mund të shkatërrojnë muret mbështetëse të familjes dhe të kufizojnë rrjetën e dashurisë dhe lidhjen mes anëtarëve të saj. Duke e kuptuar origjinën e këtyre traumave, modelet familjare të vjetra mund të fillojnë të pushojnë dhe të çlirojnë brezin e ardhshëm. Është e rëndësishme të theksohet se jo të gjitha efektet e traumës janë negative. Në kapitullin tjetër, do të mësojmë për ndryshimet epigjenetike, për modifikimet kimike që ndodhin në qelizat tona si rezultat i ngjarjeve traumatike, dhe se si ato mund të ndikojnë në mënyrën se si ne trashëgojmë dhe përpunojmë përvojat emocionale. Sipas Rachel Yehuda, qëllimi i ndryshimeve epigjenetike është të zgjerojmë gamën e mënyrave se si reagojmë ndaj situatave stresuese, një mekanizëm që ajo e sheh si pozitiv. Ajo pyet: nëse ndodhesh në një zonë lufte, me kë do të preferoni të ishi? Me dikë që ka përjetuar fatkeqësi më parë dhe di se si të mbrohet, apo me dikë që nuk ka pasur kurrë nevojë të luftojë për asgjë? Pasi të kuptojmë se çfarë ndryshimesh biologjike nga stresi dhe trauma synojnë të sjellin,
thot ajo, atëherë mund të zhvillojmë një mënyrë më të mirë për t'i shpjeguar vetes se cilat janë aftësitë dhe potencialet tona të vërteta. Duke e parë kështu, traumat që trashëgojmë ose që përjetojmë nga dora e parë nuk krijojnë vetëm një trashëgimi shqetësimi, por ato gjithashtu mund të japin një trashëgimi fuqie dhe qëndrueshmërie, një burim rezistence që mund të ndjehet dhe të përjetohet nga brezat që vinë pas nesh.